Hey, përshëndetje miq, kjo është një video uncut. Today is gonna be a different day. Sot do shkojmë në një dyqan, domethënë do kalojmë ditën në një dyqan tek ku ndodhen parfumet më të mira në gjithë Shqipërinë. Është dita e 4 e agjërimit, mos gaboj, elhamdulillah. Për momentin ndodhem këtu në tursit të muzeumi. Dhe siç po thoja, sot do kalojmë diku te 8 orash në një parfumeri. Tek parfumet më të mira në Durrës. Mësam ne ndodhemi në Durrës. Dhe nuk e di, besoj se do kënaqemi, do t'ju shpjegoj parfumet më të mira nga ato që nga mendimet e mia, domethënë do t'ju shpjegoj parfumet më të mira që ndodhen në Durrës. Do t'ju shpjegoj edhe dyqanin ku ndodhet e çdo lloj gjoje. Para se ta nisë, ju lutem më bëni një subscribe, lini komentin tuaj dhe më tregoni se cili është parfumi juaj i preferuar. Oh my god, që ka super ftohtë. Nuk e di, po kjo thot 6 gradë, edhe pse jemi në shkurt. A është normal? Hit that button, subscribe me. Se për pak harrova, doja t'ju uroja gëzuar muajin e Ramazanit. Qoftë ky një muaj begat për ju. Shpresoj që Allahu t'ju ketë fal. T'ju falë gjunat e dilni pas gjuna në ky muaj. Edhe shumë të tjera, okay? Ndodhem në mes të nuk e di ku ndodhem. Te valuta. Sapo takova një person më tha që më zgjidh disa parfume kur të shkosh në dyqan, tha, sepse ata e dinë gjatë që ne merremi me parfume. Unë kam punu për Osai Sahara, nëse e dini, që për momentit kur është hap. Jam mundu që të bëj një reklam për të pjesë. Nuk e kam bërë asnjëherë këtë reklam. Okej, kështu që jemi tek posta shqiptare. Ecem akoma, kemi edhe pak rrugë. Dyqani ndodhet ngjitur me 2 berberët, nëse e dini, në Durrës. Për çdo informacion, nëse keni dëshirë që të vini te dyqani, mund të më shkruani në WhatsApp. Çdo WhatsApp jemi YouTube. Në çfarë quhet kjo? Mund të më shkruani në koment në YouTube. Edhe o zot, që ditë e bukur sot, elhamdulillah, ditë e diel. Relax. Gjë e bukur, e ka fali modës sot. Okej, më pëlqen dita sot. Edhe në ndan pak metra tek dyqani. Siç po thoya, dyqani ndodhet tek bulevardi Epidam, ku është Rosman Lala, Welli, Mosheria, Sultan Baklavaja. Ndodhet tek 3 berberat fix fare. Oh my god. Sinqerisht sot po më pëlqen dita. Elhamdulillah. Është ditë më e Ramazani, është ditë e paqt. Elhamdulillah. Të doja që aty që ti kisha çdo gjë, çdo punë ti kisha në rregull, më thon drejtën, që ta gëzoja pak më shumë. Edhe anyways, si jemi për pak. Siç po thoya, jemi në mes të bulevardit të bulevardit Epidam në Durrës. Dhe Osai Sahara gjendet tek kjo këtu, parfumeria. Çfarë? Sot është e diel normalisht, nuk e di pse është kaq errësirë në Durrës, nuk ka qenë kaq shumë. Po, është bukur sinqerisht. Komplet. Sa marr vesh. Anyways, guys. Bismillah. Okej, siç ju thash, ja ku jemi. Sot do ju shpjegoj se cili parfum është më i mirë, janë gati 300 e ca aroma. Unë kam marrë eksaktësisht vetëm për të sot. Tschüss. Shemi për pak. Ajo që po shikoj në dyqanin e Osai Sahara, kisha disa lloje parfumesh, janë 300 diku parfume, mos gaboj. Dhe janë shishet 30 ml, një sekond i gjenjë, po, janë 15 ml më duket se janë të, 20, diçka e tillë. Kjo është 30, ose kjo është 50 ml. Dhe ishte një super çmim promocional. Sinqerisht, doja më se ka zhurma. Do t'i shpjegoj për pak të gjitha aromat
Duke filluar nga ato më të mira deri te ato më të këqijat dhe pa është një tip review-si për mua kjo. Edhe për ju gjithashtu, do t'ju jap mendimin tim për të gjitha parfumet që o zotë i madh, nuk e di çfarë të nda aromës. Sinqerisht i pak këtë pjesën tu është, kjo është rrafsh me parfume, thjesht kam Armani Strong With You Intense, që është i bom me spray, si i thash, tek Osahis Tahara. Osahis Tahara. Armani Strong With You Intense. Oh my god, super aromë. Përveç këtij tash kemi dhe Bianco Latte. Bianco Latte është super aromë. Një minutë. Do ta gjej pak shifër. Janë vajor të gjitha këto bëhen prej zeros. Ja, kjo është Bianco Latte, kjo është 30 ml. Ka disa aroma të mira. O zot qa ere. Të nuk shifet mirë. Ej, mos harroni hit the button subscribe. Mos harroni të bëni subscribe, okay? Ku t'i gjeni këto parfume? Ja u them unë ku t'i gjeni. Tek Osahis Tahara. Tu larg. Tu. Tek Bulevardi Pitam. Mos menduat se kam mbaruar me këto, okay? Kemi nga të gjitha llojet e parfumeve. Kemi Tom Ford Lost Cherry, super Tom Ford Lost Cherry, ja. Kemi Black Afghano, Hibiscus Mahajat Mason Crivelli, Acqua di Parma, Guidance, Teline de Marly, Baccarat 520, Flu, Bulgari Man in Black, Old Slick Madison, Kurdistan, Crush Absolutely, Alexandria, Lebel Jean-Paul Gaultier, Opus XUW King, Amouage, do më thënë, Amber One, Black Misk, Musk që super aromë, që s'di që të themë, zote ma kjo është super aromë, aroma më e mirë që eksiston për mua është kjo aromë, mos e shqipni në shishat vogël. Vanilla Powder, Pegasus Parfum de Marly, ke Rouge Malachit Armani, ke edhe Louis Vuitton Number Nomad, një nga parfumet më të pëlqyera në Durrës, o zote ma nuk e të të shumë. Dhe jo më kotë dhe pëlqyeshme është Lattafa Camera. Lattafa Camera super aromë. Ke Arabian Stone ka Velvet Orchid, nuk e di nëse afrohet kjo, nuk afrohet nëse. Velvet Orchid, Azzara Most Wanted, Valentina Donna, e të tjerë. Doni të dini pse është kjo kafe këtu, qire. Kjo kafe këtu përdoret në momenti që ti trashesh nga aroma këtu, ngopesh me aroma, te kafen, shifa? I merr era kësaj kafes, nuk e di se shifet mirë. Oh my god, dielli ka falë zoti. Shifa? Oh, alhamdulillah, ka një super aroma, zoti madh. Nëse që po thoja, ti heq aromën e parfumeve me këtë kafe, ne ke parasysh se ngopesh me aroma, ato janë 300 ca parfume, zote, nuk di ç'a të bosh më. I kemi shumë të tjera, mos nguroni të vini, të shikoni nga afër. Po, shikoni, to janë shishet, shifë? To janë tapat e shisheve të parfumeve, to janë disa parfume që mbushen, 12 ml dhe 15 6 ml, mos gaboj, po kohë që s'kam bo. Ka shumë. Ajo që do të shtoja është Noir Extremi, nuk e di se çfarë arome të t'ja u shpjegoj, po sinqerisht për zotën është super aromë. Zot çfarë aromë, më kthem mbrapa në kohë në herë. Mos mi shifni thojt e zhultit, që i kam t'lamet pastrume, mos e ashtu. O zot që arome, nuk e keni iden. Tom Ford Noir Extreme. Një nga parfumet që unë e pëlqej shumë. Gjithsesi, anyways. Parfema pastaj ka shumë, edhe parfema është që në të qënë parfemat. Parfemat është Hatshepsut Nishan, California Dream, Armani C, edhe Armani C është shumë e mirë, shqepe sa ka ardhë.
sa ka ardhur Armani Si dhe kjo për fermat është super aromë. Nuk e di sa pëlqejet nga fermat, por anyways, për pak sekonda do t'ju tregoj se si bëhet një parfum. Okej, siç po thoya, do t'ju tregoj si bëhet një parfum. Të heqim pak këto gjëra tej. Siç po thoya, shisha është për shembull, është 30 ml, okay? Për 30 ml, e para punës marrim, kjo është alkooli. Nuk e di që është të dëmë, okej. Ja. Bom sa të indjanët. Pregri. Okej, marrim dhe i hedhim kësaj 25 ml. Okej, iku kjo. Tani, mbi të gjitha kjo është shiringa profesionale që shuhet për parfumet. Unë mendoj që ne sot të bëjmë një parfum Rouge Malashit Armani. Ja. Apo marrim Louis Vuitton number 9. Jo. Ideja të kisha Malashit Armani, okay? Marrim Malashit Armani. E bëjmë edhe marrim diku tek 15 ml parfum. Okej? Iku kjo. Mundohemi që t'ja marrim frymën ato 15, se gjunaf, se janë lekët e personit që e ka paguajt. Pavarësisht se ka paguajt njëri, unë thjesht paguaj për prova, nuk është se është 15 ml sakt. Që të jemi të kjarët. Okej. Tani, mbasi kemi hedhur këtë, e ndezim këtë gjën tu, ta shikoni dhe ju qip, okej. Shëve? Okej. Mbasi është ndezur, hedhim këtë gjën. Ne kena u shumë 5 pika, por gjithsesi anyways, nuk ka rëndësi sa duhet të hedhim. Tani, ta bëjmë pak të bukur apo të kotë. Marrim të gjanë këtu. Ta bëjmë pak të bukur, ketë pak sy, bismillah. 1, 2, 3, 4. Pika oqeani. Qësa bukur të. Dhe dua të theksoj se kjo gjëja, kjo boja këtu nuk le shenjë në për bluze e tjerë. Po gjithsesi ju mos u mundoni ta bëni këtu. Parfum hidhet shumë nga larg, jo. Edhe nuk hidhet shumë afër, edhe jo shumë pak, 1, 2. Me vërtet ke problem me lek, po 1, 2 s'ma parfum. Unë 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10 spray janë as nuk janë as si gjo. Besoj unë. Si që po thoja? Mbasi e kena morë këtë, edhe po rrotullohet në këtë forme, dalim pak këtu, prita. Marrim një kështu. Kjo është e spray. Okej? E bëjmë pak llogari këtu, është në rregull. Është pak e gjatë, domethënë ne mundohemi që t'japim pak formë për kërcë në fund. Nuk e di nëse shifet mirë. Okej. Ja. Tani mbasi kam marruar kjo gjëja. Shifën? E marrim dhe hedhim këtu, bismillah. Ja. Këtë s'kena marru. E fusim të gjatë këtu. Hedhim të parfum. Dhe është gati, në gjesë jemi, se këllohë. Po të sa i bën ti? Atëherë, ke me spray 30 ml edhe 50 ml. Atëherë, 30 ml janë 15 lekë vjetra, ndërsa 50 ml është 25. Kjo sa?
Okej, na pyeti për parfumet, jemi qit për gjumë shumë momentin edhe thash, ja shpjegova pak a shumë se funksionon parfumet. Gjithsesi dashumish, mos harroni të shtypni të butonin subscribe, ta shkatroni fare. Edhe ju lutem lini komentin tuaj për videon e radhës, etj. And mos harroni, pray to God for everything. He's gonna fix all your problems, inshallah. Anyways, në tolli formën, në tolli farfejet, se del shumë super. Në po e hapi qika aromën e këtë parasysh. My god. Faleminderit shumë dhe mos harroni të na ndiqni. Është dita e 4 e muajit Ramazan. Shpresoj që ju të jeni mirë dhe të kaloni super fare me familjet tuaja. Edhe gjithat mira. Bye.